Nuk është kursyer as pak për këtë vit në investimin që është bërë, dhe kjo që ndihet në çdo hap që hedh, çdo gjë që prek dhe shikon. Ndodhemi këtu në dhomën kryesore të çiftit, si çdo gjë tjetër në këtë vit, totalisht e investuar, duke pasur të njëjtin orientim si salloni. Kjo dhomë është plot dritë dielli, e ngrohtë, komode, me lartësi pothuajse 3 metra dhe krevat me dyshek shumë të rahatshëm. Në këtë dhomë ndodhet edhe një nga 4 ambientet hidrosanitare të kësaj shtëpie, patjetër me erim natyral. Shikojmë një nga dhomat e gjumit të fëmijëve, e kompletuar, e rehatshme dhe vendi perfekt ku ata thurin ëndrat e tyre. Tualeti kryesor duket sikur është shkëputur nga longjet e Tiranës. Ka një hapësirë të denjtë për një dhomë, sigurisht me ajri natyral, i veshur me pllaka të bukura dhe elegante, të kombinuara me hidrosanitare, por dhe me dysheme me ngroje për ditët e tota të dimrit. Në këtë kat kemi edhe një frigorifer të vogël, me hapësirë mbajtëse për shishe, pa që nevoja për të zbritur deri në kuzhinë. Me qira fjalat e kuzhina, zbresim dhe i hedhim në sy.